A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Shifai sherifin e lexojm dhe i numrojm do t'i pare të pejgamberit ton të dashur sallallahu alaihi wasallam. Shifa, gjivajt e shifa, shërim. Po ka edhe një kuptim tjetër, sqarim. Më thonë, sqarim aq i duhur që t'i shëron ato keq kuptime mbrenda. E tash neve nuk dim si t'jemi njerëz të mirë, ja pejgamberi nuk do të thotë se jemi të smund. Ja pejgamberi alayhi salatu wasalam na sqaron si duhet t'jemi njerëz shembullor dhe të mirë. E dini, këtu në zyrë i mbajmë derset, gjuba. Këtu në zyrë i mbajmë derset, këtu inshallah jemi kështu pak më të lirë, mund të penjen e çaj, mos u ngushtojnë hiç. Kamera është qelë për vlezrit që sën vinë këtu. Mirë, po megjithatë prapë është me zhlis apo. Telefonat din dalim, muhabete qera s'ka se hikin me leqet. Tamam, me një ve ku thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, flet një person. Nuk thot për çështje fetare, ku mo për çështje fetare. Me një ve ku flet një person. Flasin edhe tjerë, ato tjerët janë si ujqërit që han lesh edhe coftina. Tash unë jam hoxha juj, vllau juj, apo nuk do të thotë se ju e bëjni këtë. Ama ja e tregoj arsyen pse, një pe arsyeve pse nuk mbajmë derse namaz të xumas, edhe në teravia. Nuk mund unë si hoxh të la dhe të toleroj xhamati tjem të hajet coftajna. Unë non stop do të thonë, më fol se gjyna është. Tamam. Këtë sheriati nuk ma le. Po hoxhët tej si thusha bosh antipatik, atër dhe hiqna. Tamam. Për qatë duhet çdo hoxh ta mbajë që këtë qëndrim. Këtu o haki islamit. Kur flet hoxha është haki islamit, nuk o haki. Kur bëjmë ne kështu muhabet privat personal, kush do se ne fole me atë qetrin, mund edhe të më ndërprej fjalën, ai qetri mund të rri edhe në telefon. Ama kur thuhet eudhu billahi minash shaitan, aty bëjmë një punë fetare. Tamam. Për çfarë duhet ne kit hoxhallarët këto punë jemi pak më inatçor. Keni incizime, 1970 kusurta të esqi xhamia, do gjerman kanë incizu. Mulla Rafiz Efendaj mban desë me çeksi qitapet vjetra. Xhamati, po që s'flet nuk bën muhabet me njëri tjetrin, plus edhe nuk janë të kthyer ka kibla, që kështu janë ka hoxha të kthyer të gjithë. E çashtu flitet o loçk, çashtu merr hoxha vullnet, çashtu ma pa Allahu Teala ja kujton gjërat më të duhura për xhamatin, sa i sinqeriteti jot reflekton te zemra e hoxhës, e nga zemra e hoxhës dalin fjalë të bukura që ma pa kur e shohësh në Gjermani kanë ndiku. Në Amerikë kanë ndiku, në Australi kanë ndiku. Këto kush janë? Njerëz që na kanë ardhur deri çka këtu në ziaret, o xhema. Për çfarë? Me mbajt ne tash ders kështu sa për ta bëa, din ta bëjmë ne. Si jon tu bë derset në për xhamia me keqarrje thon këtë. Unë nuk dua të jem pjesë e këtij formaliteti. Tamam, nuk kam problem me asnjërin në xhami. Elhamdulillah jam i kësaj muhale. Shpesh më pajsin hoxho pse? Nuk bëj pse. Ja dhe e bëjmë si duhet, ja nuk dhe e bëjmë. E për me e bo si duhet, xhamia s'qenë ka në atë nivel të dur për me kuptu. Kërkoj falje, unë e tash në struk pak u lirum, neve na pengon kjo. Dhe shumë veta kanë parashtru pyetje, hoxho, tu ka lëzau ders në xhama, gjiun do letra të vinë kështu. Merak u kanë bet njerëzve, se kjo veç tetof ekziston, e në katundet tona. Do me thënë, ne që kemi mbet kohën para e rëson, ne që hala s'dim të flasim, hala rrotën nuk e kemi zbulu. O të njeri ligjeron për pejgamberin flet, ky mund të të ndërprese dersin, ta bere një letër. Edhe pak u shpreha ma me arogancë, duke u mbështet në atë... Telefonat ju lutem të mdalin gjema. Hajde tash. Hikëm pijamie, barem këtau? Apo? E tash... Hoxha përgatit, aty përmendit emni pejgamberit alayhi salatu wassalam, e në gji, të do hecish si të kandet aty ku flitet për pejgamberin. Po hinë bonja profesorit matematikës të shojmë shkollat. Në mes mësimit ngresh, një letër çoja, profesore kam lexuar një Yasin. E njëjta gjë është o loçk. S'ka vend më aty duaja e Yasinit, duaja e qilmit të vhidit,
kur kam hyrë në mod kallëzoj aty diçka për akiden e për fik. Shkencë është kjo, shkencë është edhe matematika, 3 + 2 5. Tamam. A ti s'u ja bësh hoxhës ja bësh. Edhe duhet mod ti pastrojmë do gjëra. Nëse duhet me 2 veta, këtë pi hoxhës të me kom. Nëse duhet me 2 veta, ama i ders le të jetë ders. Vetëm atëherë ndikon. Këshau me formalitet, haj njerë ta bëjmë, njerë mos e bëjmë. Çdo të premte kur vini hoxha o këtu. Pa në taj dhe i esh. A mos së njerë dhe sot, pse së njerë dhe sot bilesh? A hizmeqari jo duke mund taj. Unë jom hizmeqari i dinit. E në taj i hizmeqari i dinit, kitë bashkë kur dhe jemi këtu, atër për këtu dhe dalin i nur. Nëse e marri shu si hobi, këtë javë dhe vi, këtë javë. Shminkerski islam, TikTok ki, maherzejna ti kije, mo përmendi dë një mën qeter, që ato i kije. Shifaj sherifin, këtë që të asqaron pejgamberin al-Islam, o seriozisht o hiq. Tamam, këtë va thumë këshu, për i zatë të Allahut, një loj si ati që i thumë se s'falish namaz, farz e kjetë falish namaz. Ti ma nuk je musliman, një ati niveli që, edin, mirë, shqyr falish namaz edhe të të lam, jo. Gjdo dit duhet një hap, ma nalt. E ti tash nëse e ke një shifaj sherifin, veç vdekja, e dëni të afërmit, ose vdekja jote duhet të ndalë. Tamam. I smund, nuk je doktor, po i smund, baba jot në milet me të smund të në shpi. Këtë nivel, kur do të arim atër dhe përfitoj shpi këti qitapi? Nëse nuk e arim këtë nivel, hoxha më duke të tepron, jo bilesh, që e dëshmova se s'kam nevojun e për qalam, ma sham njerës, ha? Pakt kisha dasht, e në xhamin brenda e kishim bajt dersin. Ama nuk është niveli musliman dhe këtë tonë, xhamia brenda të bajt dersin. Se vejnë, në 8 nesën dersi, 8:20 vejnë njeri në xhami kuro. Se i kam betë smundje pi gjumas. Edin? Në gjuman, 12:30 nesën dersi, unë dëshkoj 12:55. Ashtu në dersin e Muhammed Mustafa s.a.s. s'ka. E tash së në thonë para kidhe, hop për jashtë mshile derën, se s'jam arsimtar i matematikës, atër ne dhe largona pi xhamis, dëshkoj me një klas ku diadim këtyne punve, terbien e ne edepi. E në ataj nëse ndodhë dhe njëse, 8:15 dëhi, 8:35 dëhi, usos dersi që atër e qelë derën, selamun aleikum, atër këtu në zyrë. E ne këtu do ndodhë ajo, pinë shpaj, grues të mbi, thomë, qile kamerën dhe kalzim dersi. Shqyra Allahut ju tash, jeni në këtë nivel për me e kuptu. Tamam, kjo në derë ndaj pejgamberit a.s. Nëse shefin punë së nja bësh, arsimtarit ateist që e ke pas në shkollë, së nja ke bo, pejgamberit a.s. hiq ma ishma japa. Në gjuma kalzon të derës, mulla e kupi, apo? A ishte trimi mas, a ish luani mas, a i natë gjami, cëtë së nja bon të asnjani. Si ja boni natë derës, e keni në YouTube është, brek krastavesa. Më lëvisën e një gjimë shkronje mos e qitë, se ta kalzoj qifin. Ose këtë kuptim diçka i tha, ama i ka mund të në alistja kalzoj qifin. Unë se s'mund t'ja kalzoj qifin, unë dhe duhet, qek shumë në 15 shokt, e mi me bajt dersin. Ama hatër Allahit. Hatri Allahit, hatri pejgamberit. Këto gjoja duhet me pat kujdes, tamam. As njënën piktinë nuk e kam thënë për nefsin tem, se mu më pengon të i gjy, unë e tu folën. Ju barem që më njifni mu, e dini se kur bëjmë muhabet, kitë bëjmë muhabet. As njerë su kam thënë, traku unë dhe kalzoj muhabet. Se muhabet i besimit o këtë e këtë muhabet. Shifaj sherifi a lezohet. Mirë gjema, tash vazhdoj me dersin. Një tipar tjetër i pejgamberit a.s. Qëka ishte e funta? Modest, njeri modest. Tamam. I thjesht, i përullur. Kjo tjetër është fi adlihi wa emanetihi wa ifetihi wa sidqi lehgjetihi. Lidhje me drejtsin e ti, sallallahu alaihi wasallam. Emanetin, do me thanë besnikërin e ti, sa i besushëm ka qenë. Ifetihi nderin e ti, njeri ndershëm. Çka thot i ndershëm? Neve i nderuar, i respektuar, nder me namus ka të bëjë. Ifet, neve kemi këtë emën mesin ton përdoret, pak ifet. Ifet i vejnë, nder kur ka namus njeri. Kur se aqëllon gruën e dikuj qeter për shërë, ose gruja kur se aqëllon dikuj qeter për shërë, dita ruje namusin, ifet. Edhe pejgamberi a.s. atë ka pat në kulminacion. Dhe sidqi lehgjeti dhe sinceriteti apo drejtësia në të folur. Thot, sa i përket këtyne që i përmendëm, thot Kadi Iyadi, pejgamberi a.s. ka qenë njeri më i drejt, më i besushëm, më i ndershëm. Pika e dim këtë, sa që edhe kundërshtarët edhe armiqtë e tij e kanë priznat, si themine, e kanë pranu këtë tipar. Se qysh edhe para pejgamberisë së tij e kanë quajt El Emin,
njeri i besueshëm, emin, tamam. Emin është sifati mushabbeh. To sifati mushabbeh në njerë përdoren për ismi mef'ul. Do thënë el mu'men, i besueshëm. Ismi mef'ul i japim kuptimin. Ibn Ishaku në sierin e tij thot, pse e kanë quajtur el emin, qysh edhe para pejgamberlekit, sepse Allahu Teala këtë tiparet e bukra i kishte mbledh tek ai, qysh në rinin e tij. Këtë tiparet e bukra që duhet t'i ketë një njeri. I sjellshëm, namusli. I drejt në të folurin, nuk ren, korrekt. Njeri i drejt, që? Prandaj kanë thënë edhe el emin, qysh në rinin e tij. Po ashtu Allahu Teala thot në surën Tekwir, ajeti 21, muta'in themme emin. Muta' do me thënë është njeri që i nënshtrohen apo e respektojnë të tjerët. Ku? Themme, atje, ku atje? Në qiej, do thënë të banorët e qiellëve, dhe është aty emin, edhe aty blesh njeri besueshëm. E ne me laqet i besojnë shumë ati. E din Gjibrili a.s. kur ja qohën e shpallin e Allahut, nuk do ta keq përdor dhe nuk do neglizhoj as pak dhe qoj tamamile në vend si që duhet. E shumicat e mysfesirve kanë thënë se këtu fjala emin i referohet pejgamberit ton të dashur sallallahu alaihi wasallam. Sa që Kurejshët, kur së numorën vesh, kur e rindërtuan Qaben, tregohet në për sherhe se kjo Qabe disa herë është rënu në histori dhe njerëzit e atij vendit e kanë rindërtu. E tash njerë një grua e ka djek, tregon këtu rastin shumë i thellësh, po sot edhe jam pak i lodhët, kam qenë në një vend e patë erdha dakikin e fundit, mos hym tash se nuk e di adëm premtoje koha, mos e gjashim shumë desh. Do thënë një grua pi Kurejshve, gabimisht e ka gjek Qaben. E mapa, hajta rindërtojnë edhe njerë, tu e rindërtu këtë haxherin, Haxherul Eswedin që thujnë, atë gurin, kush do ta vendose. Dhe thanë, me që sën merremi vesh, kjo kabile, kjo kabile, ishtë në derra po për ato. Derin kiamet, dhe përmendet se kjo familje ka mbajt këtë gur. Dhe thanë, ai që të hyje i pari tash në mezhlis, çati idja japim. E tash se cili don të vajnë janë pi familjes vete. Kur e shohin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hyn atë të gjithë pajtojnë. Tamam, se ky është njeri i besueshëm, kët neve e dum. Asnjëri s'ja ka inatin këtij. E ne kjo kabile, e na jo, hem kjo. Çfarë njeri duhet ti jesh, Nuk flasim kur je pejgamber. E ne para asaj, këtë qytetit të dose mendimet e ndryshme të familjeve, kulturat të ndryshme, ama gjithë bashkojnë se po, Muhammed Mustafaja sallallahu alaihi wasallam është njeri besueshëm, ati nuk dja zëmë për të madhe, nuk dja kemi hatrin ati, ati i takon të mbaj këtë gur. Ja Rabi na bëjnë neve ashtu, na bëj edhe e vladët tonë ashtu. Kjo ma kujton hoxhën tonë, Mahmud Efendin, të regojshin, e ka kalu vakte shumë të vështira, e kanë fejt në burk, e kanë zjerë që ato regjimet e majtistëve kështu me radhë, që sot që janë në, si i thujnë, kur nuk o pushteta jo opozit, inshallah për e në opozit ato. Ama e kanë maltretu, e kanë kthej, në fund prap kanë thënë, ama shumë njeri janë bëllbe. S'ka rrezik për këti. E din se për ati s'ka rrezik, ama për asaj, aj që thret ka rrezik, ma pa dëvaje. E Buxhehli që ka thonë për pejgamberin alesem. Be e di se shef sa njeri majro. Ama më pengon që këtë fenë që e kanë thonë, nuk e kom problemin me atë, që ashtu duhet jemi neve. Ashtu djesh vallaj sigurt, rabën nuk dhe ta gërvishte, gruan nuk dhe ta shaje. Duhet jemi njerëz të butë, të pëlqyshëm, të mirë, ama edhe mos lishojmë asgjë nga parimet tona. Do thënë, nëse kjetaj problem o loç, të kjesh probleme me parimet, me mu jo, se unë jam njeri i kuptushëm, mund të pi çaj me ty, mund të vjedhem pjekje, pse me një krishtera mund të shkosh në pjekje. Vesh mos i thuj zotin xhenetes takfirullah. Si i thujnë ato o prosti gjën ato. A mund të shkosh në pjekje te kujshia i krishtert? A mund të shkosh? A mund të shkosh? Që ka thënë Imam Maliku, la edri nuk e di, nëse se di thuj nuk e. Mund të shkosh veç më lirisht. Veç mos e uron në aspekt fetar, do të thënë bën e kujshillajkin tej. Aspektin e fes mos e përzin. Ta shpejt bile baba më theri thot me çelin Maqedon ke him vetur.
të ka çu deri në xhami. Shef, Maqedonit vozit deri në xhami. Ne këto rrethana jetojmë. S'kemi të drejtë të ankojmë Allahu Teala, kemi jetu me muhabet, me respekt të ndërsjellë shqyqyra Allahut. Shife, shtete qera. Nese tash në musliman të ndërmjet viti kina hy, ama Perendoria Osmani, shifar kulture në kalan. Edhe më tha, po, ne hoxho sa jemi njët. A i babën te me njifka pi fëmini, e më pas e jo më kam, më la deri të xhamia aty në lagje. Ma tash në rrugë, unë i qeli muhabet e dinja lekja, din respekt, e i insiston gjinafi në aspekt fetar të hyje, e në gjajti se për pak do thoshte që feja e njët, ne ju Hazreti Muhammedin, tha ne Hazreti Isën, po beloshka ma nuk o e njët, ne i themi është pejgamber dhe robi Allahut, ju thojni e stakfirullah, po. Mo hyn tema fetare, muhabetet të ndërsjellta, kujshilek, insanlek, normalisht se mund të paraqesim me ato. Do me thanë, pejgamberi qysh atër ka qenë njeriu i pranuar në atë shoqëri, dhe thanë, hadha Muhammed, hadha el-emin, katë radina bihi, ne jemi razi, ajle të mbaje këtë gur, se kjo është Muhammedi, kjo është emin, njeri i besueshëm. Kref një qajet, bismillah. Ani Rabi' ibn Khuthejm, radiallahu ta'ala anhu, a do themi radiallahu anhu, ajo. Tabi'in ka qenë, radiallahu anhu, ne jemi mësu të themi vesh për sahabët, po, mund thuhet, po, Allah i qoftë razi për ati. Rahimehullah themi. Tabi'in i math, talebja i Ibn Mes'udit, Ibn Mes'udi, talebja i pejgamberit alayhis salam. Mirë po ka qenë aq njëri i devotshëm, aq mirë i kam cau derset, shif mo, kjo gjenerat, ka nismo me mësu derset, amon. Hajtë të sahabët ka pas njëri i shkëlqyer, musliman më i mirë, me sahabët nuk mund krahasohet askushi. Shif, një sekond, ta shofe pejgamberin alayhis salam me sy, duke i besu, ai është njeri më i ngritur se kit evliat në botë. Kështu beson ehli sunneti. Ebu Hanifja shumë më i ditshëm se ai. Pik. Tregohet për do sahabi, nuk di përmendi emrat se mund të kesh kuptohet për xhamatit. Se millet jo ne ka qif ashtu. Mendon se nise minus pak në gjoja, zbon, s'ka ashtu. Në dije, Ebu Hanifja ka qenë shumë më i ditshëm se do sahabi që kanë qenë pa keq kuptime, ama çoban. Është marrë me kafshët e veta, me dhënët e vet. Ama imani ati nuk mund krahasohet me Ebu Hanifen. Pse? Imani këti e ka pa me sy Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. E tash ky s'e ka pa, ama dietari i madh, nxënësi Ibn Mes'udit, Ibn Mes'udi e ka dash shumë dhe i ka thënë: "Leu ra'ake nebiju le ehabbeke." Të kish pa ty pejgamberi sa se do të kish dash shumë. Pse? Pse unë të du. Unë jam talebja e ti, unë jam shoku i ati, derisa unë të du, unë jam rrit me parimet e ati, unë jam rrit me terbien e ati, derisa du une, të kish pa pejgamberi e islam, do të kish dash shumë ty. Tash neve veç gishtim në zemër, na kish pa pejgamberi alayhis salam, do thoshte për Ibn Mes'udi, e ne taj do të kish dasht. Ja Rabbi, për çat u mblodhëm këtu? Për çat u mblodhëm këtu? I shohim rrethana të tjera. Gajre nuk e kanë. Allah i udhëzoft të gjithë, asnjëri nuk e nënçmojnë. Ama ne mundohemi që këtë veç për ta merituar që këtë fjalë. Kur të na shohë pejgamberi alayhis salam, na thoshte, Allah i më paraqiste në vorr veprat tuaja. E di, unë e di. Ishe i smund ta me përgatit shëndersin. Ishe i smund erdhen në mezhlis. Ishe i smund e ngjove për YouTube. Nuk të hiki asnjë ders nga shifa i sherifi. Moxhemat mos e njerëzit i shohin do andra. Nëse andra nuk ka parim, ama dalin shumë mesazhe të mëdha. A e kuptojmë si e ka emrin ky? Rabi' ibn Khuthejm. Ky tregon me siguri që e ka dëgju ose nga Ibn Mes'udi, ose nga hoxhallar tjerë që kanë qenë sahabi ose tabi'in, thot, në kohën e xahilijes, para islamit, njerëzit e Mekës shkojshin ju të hakemu, do me thënë, shkojshin që të gjykoheshin të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk ka qenë lideri atyne, ama e ka nditë se ki pa drejtësi nuk bën. E të themi tash son mirën vesh kjo gota, ishe jemja e jotja. A ishte golla nuk ish goll, sot me fëmijët këtë problem e kemi. Vo në xhami i lishojt, në thonë, xhamoj be morrini, ote, më bën bie, ishte goll, nuk ishte goll. E ne kthen ka hoxha.
E tash une këtë më vend gjina se ki më i vogël, ki së më fitoj as një loj, se kush hupën del ma. E tash mu më kref pak e mëshira të bëj pa drejtësi. E thom nuk ke gol. Hoxha bëm pa drejtësi. Qashtu është, në vaktin e gjahilijes, kanë shku te pejgamberi a.s. Hajt ti gjyko mes neve se kemi ranë mos marrveshje, e dim se te ty s'ka as 1% pa drejtësi. Flitet hala para se me qenë pejgamber. Thot pejgamberi a.s. Ibn Ebi Shejbja transmeton në Musannefin e tij. Wallahi, i betoj me Allahut, inni le emin, se unë jam emin, i besueshëm, fis semai, edhe në qiell, dhe jam emin, i besueshëm fil erdi, edhe në tokë. Fis semai, banor të qiellit, musliman të qieve, me lajqet do me thonë. Edhe ato më besojnë mu, e din se të unë e s'ka trika. Po ashtu jam edhe në tokë, dhe në paralel shkojmë këto. Si thot pejgamberi a.s. Një njeri, kur është i mirë, kur e do Allahu, e dun me lajqet. Në qiell njerë, ka kabul, i thot pejgamberi, ka kabul, do me thonë është njeri pranueshëm. Me lajqet e njofinat, me lajqet e pranojnat, zani i këti, po e njofun e këtë. Ma ndryshe, ma pa ti i pranojnë luti. Kur ka kabul të me lajqet, ma pa reflekton e kabul të zemrat e njerëzve në ruzlin toksor. Në tem do shta nuk e ke pa as njëherë, ama ja përmendin emnin ati filan hoxhe, e thush, po, Allah ka, dorën zemër, Allah i është përbleft. Kemi hoxhallar të tilla, e para se përmende. Mulla Jakub Hasipin. A e ka pas dëkushat mirat për këta u të shofe, përveç 1 ose 2 vetave, 3, mashallah. Neve, mosha bile nuk na ka premtu. Ne kur kemi lujt pishan muhall, kur kemi lujt teravi, qile dërën se të athi, a i vite këtu të regujt e ders, ama ne ishim fëmi. Dhe ne nuk e dishim se edhe fëmi duesh kanë me shku me nju ders. Para teravie ne shkuishim, t'ja qesim mend plegjve. Bile me krenarit tash i bëjmë edhe ato muhabete. Bile sa ma të mdhej në mosh, ato ma riskiranta, ne ma frega veca. Tregojnë vaktin e aty në haxhilerve, hoxhallarve, plegj vërtet, kështu, me autoritet. Ka marrë atë se i thujnë ba asaj për zjarë fiksin. Atë kuqen, në këtë haxhi i thejshë, dilte uj pjasa. Si i thujnë asaj me zjarë fiksit? Si i thujnë, me qashtot një se i thujnë? E kini një parasysh për këtë thonë. Për atë bocën, e kuqe, hajde? Jangën typi, si i thujnë? Nejse, qa jo? Vashno e kuptan për camë. Thot, atë e lishum, ajo lishoj ka një ertë madhe, ma për gjimë, do një temë, barth. E të regon të është abia këtë me krenari që nga të regon këtë, vakët teravia, e thot, kitë gjëmija tërlekat ma vazhë, kështu të plegjve, apo. Ani, qashtu di durojnë fëmit, gjëmi është ajo. Gjëmi është ajo. Ku ishte tema? Do me thënë, në qiell kur do të dunë me lajqet, ma pa edhe në tokë, do të duan që si thama si hoxhallar, si Mulla Jakupi, Mulla Mahmudi, veç kur u përmendet emri, drejt në zemër ka një kabul. حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن أبي إسحاق عن ناجي بن كعب عن علي رضي الله تعالى عنه أن أبا جهل قال للنبي صلى الله عليه وسلم ندit Ebu Gjehli i tha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që thash parës, inna la nuk e dhibuke, ne nuk të përgënjeshtrojmë tyje, ne nuk kemi problem me ty, ne dim se ti nuk gënjen, ti e njeri më i besushëm, më besnik, më i mirë, më i bukri. Walakin nuk e dhibu bima gjit të bih, ne përgënjeshtrojmë, na pengon qatë që e sjell, ishti qatë Kur'an, qatë hadithe, me një fjalë me thonë qatë sheriatin tëndë, na pengon, se ti thush zina, mos bëni, ti thush jetajmit hakin, mos jaha, neve jemi mësu, kamat, mos përdor. Ku e di? E shumë se ndë qera ti në ndalësh, ase për ndryshe që thush cilu mirë me nonën, me babën, këto, na pengojnë, apo. Qashtu është, i njëti mentalitet dominon edhe sot. Kur flasish për çështje sociale, botnore, globale, mos ja merë hakun jetimit. Bravo, hoxha më ime. Sillu mirë me gruan në shtëpi, që këto tema sot janë top. Qite një video ashtu, dit 500.000 vjusa i kije. E në pi 500.000 vjusave, 499 janë gra. E në kitë komentet, hoxha bravo, e në ka një lule. Kur thush, o ju gra, sillu një mirë me burat, 15 vjusa, veç që këto, apo. E në kitë atë dislike të bëjnë. Pse be këshu? Pse këshu?
Erdhë një vakët dominojnë ato, subhanallah. Tamam, ne nuk themi se duhet sillemi keq me ato, po ne që u bom, a nuk jemi insan edhe neve? Ai pak na mëshironi. Do me tha, neve, me ty s'kemi problem me atë që ti na e sjell neve. Në fillim të rivajetit e lexova një emën, që rivajeti është shumë më i gjatë, Muavije ibn Hisham. Dhe më kujtohet mua një bisedë që e kam vënë me një djalë të ri që këto në Muavije. Ne si kemi probleme me të falurat ndryshe. Ebu Hanifja s'ka ditë. Kemi probleme edhe me doqerë, që i shajnë sahabët o xhamat. Përshat, një shokut ja kam thënë për izat të Allahut, ama te i kje foto me që këtë, kje di se Ebu Bekrin bile e shanë, radiallahu anhu, po be hoxha me kom shoq fëminia, këshau fej islame s'ka, këshau feje s'ka, këshau nuk ruhet dini Allahit. Për qatë thonë, Facebook, mos i folni këto tema. E ne ja ta thome në njerë që këtu me 5-6 veta, 10 veta se jemi këtu, me që del kjo. Do ve hak, mon, se di unë e copyright-at si bojnë YouTube, ato nuk i marrvesh, hak të Allahu Teala vëndoj, shkputje nga derset e mija në TikTok, haram katram vëbëj hakin e njerë kush ma përdorën një shkputje temen. Amin, që kjo, thujemin. Deri tash, kom bo sabër, ndoshta dëndroje kjo, banjamen këtë, hak kom vu. Të me lajqet e registrun këtë, ani se YouTube-i, algoritmat ku e digji, agri, magri, disagri, s'ka lidhje. Te tash ma marish, e vëndove në TikTok. Une nuk dua jo dalin në TikTok. Se unë atë e kam folë për xhamatin e YouTube-it, që 8 vjetë ma njën atë ders. TikTok u desht ma shtish vesh një pjesë ku thomë, si du mirë me nënën. Se TikTok o kjo. Fal një namaz. Te hish temat thella, e ne bëjsh provokime, ku rest hoxhës. Njët nuk dihet, a mu më qesish atë. E ma pa unë e udhës duhet rasprave me qishit idiotësh, qishit budalësh. Aty që më ka shajt dhe kush nanën, gruën, avradin, gjallin e... Shtatë brezat shajnë, shqiptarët janë millet i rezikshëm. Gji nuk shanë aty. E gjalli jem nesër me i ledzu ato. Psikologjin e gjallit temat ma regullisht ti? Jo, unë edhe duhet rasprave me gjallin tem. Për qatë hak kam vu. Se tash ma pak, klotem, kom talebe në gjami une. Talebet ka 7-8 vjetë së ne kuptojnë, gjithë do të thot, hoxhës tem që ma mëson Kuranin, dhe kush i thot, i fliqur, bidatshir, rofsh, tu, qishit fjalesh. Po, a dhe regullisht ti ma pa këtë punë jo. Se em njot, mbi em njot nuk figuron aty. Sa kolla i këshu, apo? Trem mas lufte, mas perdes. Vine emnin tënë, banu hoqen e ti mbaj derse. Unë këto derse i mbaj për Xhematli Kadijadi që e ka shujt këtë libër. Thot, nuk e kam shujt për armiq këtë libër. E kam shkrujt që dashamirësve të jashtoj dashurin ma tepër për pejgamber, dini nuk ishte për me bo fesate. Tamam? E dush dhe një njeri, partis politike, X partis. Duaj e vëlladerin saba. Ama mo bon fitne këtë qetrin të ngucish. Ki e di se a qetrin e do. Apo? Mo jom gabim be qema. Gjëna shumë të logikshme janë këto. Barem vende publike kështu. Në mejlisin të në thuj, hoxha ka thonë, edhe kështu, për cile e fjallën time. TikTok mos e nxjerë. Fundi taj nuk i e hoqë, nuk e dish, pi ku duhet të ndalish, një ku ta vazhdish. Vëndoje kitë videon, 1 saat e 5 minuta, vine. Shumë, 2 minuta, 3 minuta, ma pa të shajtmet, unë e i duroj. Ma pa duhet jap hesab në xhamin time aty, duhet jap hesab para prindve aty. Me më thanë dëkush hoxha freket be gjallim, taj të shajnë ku e digji fmitrin TikTok. Ha? E me u detyru unë ma pa e t'jap dorheki atër, unë se s'qen kam unë për xhamin ton. Atë ma pagush të instrujen mu? Nuk, atër. Mendojni pak o xheman, mendojni o dhe. Jetojmë jetë reale, li jetë TikTokin, ajo irreal, ajo vesh një fluturim, kote filma janë ato. Hoxho, në kije në bas, neve, deri në fund, ka shkrujt pi në Mars, të njësat në brajsh pi në Mars, ki qetri mu do më shpërthi, jo vla. Kote mua bete janë ato. Neve në kije në bas, deri në fund me hoxhon, nuk e kom për viti. Njoni tash në Turqi, e na i sham fuget, më falë shprehi, e ne si i thujmë. E ne tash e kanë marrë një qark i caktuar i islamofobëve, e kanë marrë tash këtë shënjestër. E ne ki tash ankohet për kësaj, po da ankohesh o lërë, se u dhesh për motit e ti pasrësh dhe punë. Thotë, ti ki tash, si i thujnë, kërsnon me vdekje, te në koment i shkrysh, hoxho njem fund me taj, ku njem fund me taj? Ku njem fund? Thotë, unë e shkova dhash i zjafë në policia atje, për qatë shkëputje ti që ma ke bo mu. Shqyra Allahit mu, së kom rangë si situata. Ama me ra, une, stakfirullah, dhe të thajrin telefon, thome, të jep polici hesab në vendin tem.
Qatë leni. Këto muhabete, njere për gjithmonë, ti ndalim. Ha, Muavije thamë, me një shok që aty, gjall i ri, filestar, klasa e parë, dikto se kanë gjuda një shia në internetën, e tha, po që ti thush Muavija i ka bo krim me ande kënde, shif kjo, shumë e përhapët mesin tonë, ne nuk e dim këtë realitet. E ne ma pruvar, e në gjën një, kote njeri për Turqie, e di unë, se hoxalarët, një lafthu e din, nëse je shqiptar, për dëkuj qeter ka Kosova, je ndiku, nëse je turk, turqeli, për atit Turqis je ndiku. Ki pak ma turqeli, turqe folim, që Muavije s'ka dhe në mesin tonë si emra. Shifën që të cilë argument, se s'ka mesin e shqiptarve emra Muavije, kësi e pas kemnin, Muavije i bën Hisham. Ka shumë Muavije, oti veç që i kam kërku me një liber, El Isabe fi temizi sahabe Ibn Hajar al-Asqalani, ka lëshin afër 7 ose 8 Muavije, ndoshta kanë shumë, ndoshta ka 70 Muavije vetëm sahabi që janë. E tabiin, e tebu tabiin, e kështu me radhë. Nuk u argument kjo se në Tetov nuk përmendet a emën. Ukashe, a keni ngjuar ndonjëherë Ukashe emën? Ukit janë gjesin lagapin Tetov. Së një vesh, Ukashe. Ha? Ubade, a e keni ngjuar këtë emën Ubade në Tetov? Emën sahabi që janë këto. Uthman, a keni ngjuar emën? Osman keni ngjuar me së. Ajo është Uthman. Hazreti Gjibrili a.s. hynte shpesh në formën e atij sahabiu të ri që i ngjante shumë pejgamberit, i bukur me flokët e gjata. Si e kishim ne? Si a dim emrin, si a mbajmë mend. Se s'është përhap në mesin tonë. Te shqiptarët Ahmet, Mehmet, Muhammed, Omer, shqyr Allahut. As Ebu Bekër biles kemi bërë në xhamat. Argument dhe jetë kjo. Si e ka pas emrin Ebu Bekri? Abdullah kemi shqyr. Dihje, me laqja që jynte në formën e atij sahabiu. Dihje, e tash këto emra se janë përhapura, e ne këto të këqija, tërpse Muavije sa. Si muhabete mbasdarke, nuk lejohet. Hele para hoxhallarëve, mos e çfarë situate bish mbarja e madhe. Burri i madh, i martau me caull, me këto muhabete të mashtrohesh. Do me thanë, kjo e tregon atë rast nga Hazreti Aliu, se Ebu Xhehli ka thënë pejgamberit al-Islam, ne s'kemi probleme me ty, po kemi problem me atë që e sjell, dhe Allahu Teala në atë sekond ja shpall një vahi, një ajet pejgamberit al-Islam nëpërmjet Hazreti Gjibrilit. Thot Allahu, surja El-En'am, ajeti 33, fa innahum la yukadhibunaka walakin adh-dhalimina bi ayati Allahi yajhadun. Ata, mushrikët e Mekës që të kundërshtojnë ty e nuk të përgënjeshtrojnë. Do me thënë, nuk kanë probleme me ty. Këto zullumqar kanë probleme, i mohojnë ajetet e Allahut, si me i thënë Allahu, rirahat, o rob jemi dashur, e di unë e këto ku e kanë problemin. Dhe tash ti marish mbar, marish përgjithsi, ti durojsh to ignorant që dun të mësulmojnë mu, ama ti pse e përfaqësues si jem në rrezullin toksor, i durojsh ato, edhe këtë dhe tash përblej. E tash, elhamdulillah, nuk i hikim kësaj. Amaj që më shanë mu në TikTok, më shanë një musliman. A gjyna, a nuk oj nivelit ta kuptoj këtë temë që e kam folë. Ajo mi qartë. E më thuj një hoxha rangë kontradikt me veti. Lenëm, a në xhami që të më kundërshtoje, për në xhuma të folë, si ka ndodhë Turqita, se ka thanë, mos e festoj një vitin e rinë, e më paj një raki, unë ngroj xhamatin kam, shkojnë shpej. Beja. Po, lene, kile të më kundërshtoje, apo? Kile të më kundërshtoj deri në sabah, krenari është për mua. Ma ki gjynafi falë 5 vakët, ma pa dënjerë hymneve këtu ma thellë, ma pa dënjerë haruemi pak, kurse të bëjmë me interesant. Ai që është afër meje, kupton unë e ku duat të që në struk, bile bomën e kropat pjesë. Përdora një shpreje, kështu pak ma ironike. Ama ai që në gjumë për herë të parë, thot, ja hoxha, mbarja e madhe, çfarë shpreje është përdora. Nëse dhe në luftën e Bedrit, a kalon? Po. Nëse, Akhnes ibn Shariqi, një prej mushrikëve të Mekës edhe ky, më falë, stakfirullah, ky bëhet musliman pastaj, sahabi bëhet ma vonë, Ebu Xhehlin e zatek ditën e Bedrit. Dhe i thot Ebu Xhehlit, ja Ebel Hakem, o babai urtësis. Ebu, i vajnë babai. Hakem,
hikmet, urtësi. Ndërsa mas sheriatit, mas ardhes pejgamberit a.s. Pejgamberi ja ndron llagapin. Do sahabive va kanë ndru emnat, pra pin Abdullat, Abdul Uzza ja ka bëmin Abdurrahman. Këti pin Ebul Hikem, babai urtësis, babai mençuris, ja ka bo emnin Ebu Gjehel, babai ignorancës, babai gjahilve. Qatë këto kanë rënd thella që këto gjahilët mesin tonë, Ebu Gjehlin, far gjahiljaj, që aty e ka pat pejgamberin. Tu e ditë se ka qenë njeri sinqert, për inati nuk e ka besu. E ka kapi inati, apo? Gjithë dhe bëhet ma pa me familjen teme. Familjen Abdul Mutalipit një pejgamber, familje jeme dhe harrohet. Për inati dhe shkojt një fund kontra ati. Thot, lejse huna gajri ve gajru kjesme u kelamena. Tash ky el ekhnesi, që ma pa dhe bëhet musliman, thot, këtu jemi unë edhe ti. As kush nuk mund të na dëgjoj bisedën. Ma pa do thush, po hoxho si e ka përcjell, po ky musliman bëhet, ma pa e përcjell këtë muhabet. Tamam, mund na lindin keq kuptime. Në medresen ton kishim një turk, ku as nuk di shkojnë ndërmend, Yasin. Yasini ishte, nuk Yasin jon, Yasin Turki, për hoxh mësonte. Yasin ishte tip që diktor se ka kanë izalubitet në vakët. Shumë romantik ishte, dhe fen islame mundoshte veç me romantizma, veç me mekame. Ai kur diltet na fale sabahin, ma thani shoqim, a Ibrahim Tatlisesi dul imam, a dëni talebe i medreses dul imam, zdiktohet apo, zdallohet. Yasin ishte asoj tipi. Dhe një ditë kallzon ders aty Yasini, dhe tha, ku e di për calin hoq e pat, dhe një evlija i madh, ai e kishte një sekret që nuk ja dinte askushi. Ai e donte vajzën e hoxhës së vet, e në veç uskaj, prap i njeri tha, askushi se ka dit, ai hoxha nuk e ka dit, ajo calca nuk e ka dit, tebe Yasin si e dite. Tamam, mund na shkruaj ndërmend kjo. Po thot, ma pa bo musliman dhe ka tregu këtë ngjarje. Thot, jemi tash këtu, vetëm unë edhe ti, o Ebu Gjehel. Hajmë trego, çka beson, si mendon? A është njëri i sinqert pejgamberi apo është gënjeshtar? Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Fa qala Abu Jahl, wallahi, ne bie bon kafiri. Inna Muhammeden la sadiqun. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i sinqert dhe është i vërtet. Ma kedhebe Muhammedun qattu. Asnjëherë në jetën e tij, kurrën e kurrës nuk na ka gënjë. E po tash si? Pse nuk e pranon? Po çet. Na ka kap inati dhe çojmë deri në fund. Hirakli, mbreti perandorisë romake, kur e pyeti Ebu Sufjanin, tha, hel kuntum tettehimunehu bil kadhib. A e keni akuzuar donjëherë atë me gënjeshtër, qable an yaqula ma qal, para se të thosë se jam pejgamber? Ebu Sufjani çka tha? La, asnjëherë s'ka qenë. Shif, din çka të pyese Hirakli. Mirë po kaloj në temën e xhumas, po edhe këtu në komentime kalon se Hirakli nuk vdiq si musliman, edhe pse dha shenja të forta. Molla Ali El-Qari thot e mashtroi pushteti, së ne mori atë guxim, ato ministrat, ato njerëzit e shtetit dhe kishin qortu shumë, ndoshta ja kishin zdruar edhe pushtetin, fundin e kishte ndoshta vdekje, së ne mori përsipër këtë, bile erdhi koha, luftoi edhe kundër Hazreti Omerit. Hazreti Omeri e fitoi këtë, se sa kot u bën e rizin këtë dinjë. Vendën e ajo shanca. Besobe, abe jem plak, dhe hish më vorë, pa balma me këto patriote. Beso, hajde. Nadr ibn Harithi i tha Kureshit, ç'ky Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, qysh kur ishte fëmi në mesin tuaj ishte njeri më i dashur, më i sinqerti për juve dhe më i madhi në besueshmëri apo në amanet. Sa që kur e pa se u rrit, u zhvillu dhe metaforikisht thot, ju zbardhën zelyfet, do me thanë, u bë burr i madh, 40 vjeçar dhe u shpall pejgamber, dhe kujt i zbardhën më shumë, mashallah, dhe kujt presim me uthinji i thon kësaj. Tamam, uthinja. Thinjur është fjalë shqipe, përdoret për zbardhësinë e mjekrës dhe flokëve. A zbardh ka mjekrën e ka flokët, nuk është fjalë adekuate. Është të thinjë, tamam. Ali gjion, ku alia? Gjika ndodh, është të thinjur njeri, tamam.
Thi është dert, i thush. Apo thi o dert. Është të thinjur me një, sa në kanes t'i zbardhet, mjekra apo flokët. Miro këto t'i dim. Gjua Shqipe. Sa e ëmbël, si ajo. Dush, ki jeni simpati. Dhe mapa, pasi uasoli këtë që uasoli, pra Kur'anin, Sunnetin, Sheriatin e kështu me radh, ju i thatë ati, sahirun, do me thanë, magjistar. La vallahi, shifen, unë jam me ju, ama, jo vallahi, ma hu e bisahirin, ai nuk është magjistar. Ai vazhdon tjetë qashtu i sinqert dhe i drejt, si ka qenë më herët. Kjo sa i përket drejtësisë ati. Tash, një hadith vetëm e ka sjell në lidhje me këtë punën e namusit. Shifni, a ka nevoj me u diskutu namusi i pejgamberit a.s. Tama, s'diskutohet, te muslimat kjo s'diskutohet. E ne kom thanë duket me një ders. Nuk në ngjan neve të hymë, derisa s'jemi hoxhallar, ta analizojmë sa vjeti ka pas Hazreti Aishja. Duket prekish pak në namus, mendo pak ma thellë. Çka të vynë ty? Po që t'jap gjevap ati në TikTok, hala me TikTok mireshti? Hala me TikTok miresh. TikTok qëlloj be makazën e Ronaldos, qëlloj ki në Afrikë, njoni ip ka përdit ka një makaza, më dalin e në mu, e nëpse TikTok s'përdori. Me këto hargjoj kohën këtë pusto shejtan. Jo me fe, e në shejtan, e në fe nuk shkon. Shejtan e në dinja lek, ma pak shkon, stakfirullah, po, ma pak gabime. Një stakfirullah shpëtësh, një atësa e fali shpëtësh, ama një fe të del për këtu, së në shpëtojsh, zaglavish ati. Thënë namusi i pejgamberit a.s. Thot pejgamberi, tregojnë sahabët, ma lemeset jeduhu, jede imrajtin katto. Dora e ti nuk ka prek as një dorë të femrës. Dhe të mpektu edhe dela i hykmi i sheriatit. Derisa nuk e ke grua, nuk e ke familje, thënë motër, vajs, nan, teze, ato nalë që i kje, dorën nuk ban me asgjat, nuk thamë se krej si qameti, sidomos të ne shqiptarët interesant në natyrën tonë, më thamë shqiptarët, këtë neve që jemi këtu në këtë rajon, me turq, me rom, në natyrë në ka hy diçka. Vallaj, billaj, nuk shkon dërmend kur gjo qeter, ha motra, ha cauce majndjes. Ha motra, ha cauce tezes. A nuk o ashtu be gjeman? Vallaj që ashtu është. Ama hatri i sheriatit, dja bëjsh me ndije, oj, cauce tezes tim. Vallaj, billaj, nuk dalloj hiq pi motrës tim. Ama qebe, din ka ashtaj. Din, apo? Din, është din. Në me tha, nuk duhet me ja prek dorën një gruaje që nuk e ke në një qah, apo familje të afër. Apo, Hazreti Aliu, kur e ka përshkujt pejgamberin a.s. Ajo pjesa qetër e titullit, do me thënë ka qenë njeriu më i drejt me gjuhë në të folur. Asë njëherë nuk i ka dal një gënjeshtër nga goja. Bile thot, edhe shaka kur bëj, shakat e mia janë të vërteta. Mirë. Ebu Abbas el Muberredi thot, tregon, Kisraja, do me thënë mbreti, kujti thyshin mbreti Persis. Mbreti Persis, ditët e ti këshu i ndante. Tash, Kadi Jadi, në esqaron, në e bon shifa, në esqaron, si a jep hakin të drejten vaktit e në ditve apo vetes të ti pejgamberi a.s. Se ishte me kon i sinqert, mos gënjeje, po edhe njeri i drejt. Njeri i drejt është ajnë e gjithin të ndaje vaktin e vetë si duhet. 12 saat në gjumë nëse i ndajsh, i e zullumqar. 15 saat në shëtitje nëse i ndajsh, zullumqar i mathje. Mos rish me gruan me fëmijët e tua, je zullumqar shumë i math. I hish ndër hak aty. 10 saat me shoshni, 10 minuta me grua, zullumqarje. Tash, këtë aspekt pak drejtësinë e pejgamberit dhe sqarojmë. Mirë po e merr kështu rivajetin. Tregon ky Ebul Abbas el Muberredi, Kisraja, mbreti i Persis, dhe këtë e thot pak sikur me të lavdrume, apo. Kur ishte dita me erë, e ndante për gjumë, atë ditë pushonte. Kur ishte dita me mjegull, dilte në gjueti, se kafshët zbresin ma poshtë, i gjuante ma kollej. Kur ishte dita me shi, e ndante për argëtim, për haje dhe për pije, apo. Ka dalë në një restorant,
shiu i ma thot, vësh për jashtë, shkon, një peshk i majrë atë. Dhe kur ishte dita me diell, dilte për nevojat e veta, anë ushtrin të kontrolloj, janë pazare, kështu me radhë. Dhe Ibn Khalewayhi, një prej dietarëve të mëdhej të gramatikës arabe, e dëgjon këtë fjali të Ebul Abbas el-Muberridit, dhe thot, ma kane arafun bi siaset i dunjahum, aman sa i ditëshëm qenë ka të boje siaset, të boje idare dinjane vete. E thot këtë me ironi, në thojza, u të shudita, punë të madhe bojka. Këtë për dinjalek, ose dë fleje, ose dë gjuje, ose dë haje dë pije, ose dë dale për nevojat e veta. A u përmendo një ibadet? Ja. Dhe ja lexoj këtë ajet, kjo Ibn Khalewayhi. Ya'lamuna zahiran min al-hayati ad-dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Ata, më thënë për jo muslimant, e ka fjalën Allahu Teala, e din të dukshme në kësaj bote, po, këtë teknologjijat më të forta ato i gjenë, telefonin, avion, po gjo mos e përdor, pse me mos e përdori? Kush ka thënë se nuk bon me përdor diçka që zbulon një jo musliman? Kush ka thënë? Allahu Teala nëse më ka bo halal, a nga ty dhe kompleksohem unë edhe nuk dhe i flas këto tema. Ama, mos u habit se ata për botën tjetër janë gafil, janë të çkujdesshëm. Shife, mund ta gjeni teknologji shumë të madhe, robot zbulon. Soni beson se mund të vaj një me lajqe, një njerit, t'ja those do fjalë, t'i those se ty Allah t'ka zgjedh pejgamber. Që këtë ne beson? I tash ku sho, në afat gjatë ma i mençur. Nuk thonë ki që i beson kësaj tonës, traje gjahil teshki, në gjysë të dersit, hoxhës që janë ndërprese se ka bo hatme në Jasin. Se kitë shift është më i rrezikshëm nëse ky qetri. Barem këti ja shohish hajrin. Përgatisish ders me ky ta ndërpret dersin. Me ChatGPT për 5 minuta e gjesh. I thom, gjema be që këtë, kush dëshkoj një shpajshe, 20 vëllime. E ne i thom, a i sigur të më trillo? Po, thot, ri rahat. Kallëzo ma faqen, thom. Prapë se një besoj shkojsh e kontrollojsh e faqen. Dë njerë e thot më. Dë njerë ma pa ma bon, a më falë ti qenke i theluar në këto dhja, unë e gabova, e trillova që ta bëj ma emocionale. Ene, ma si gjaliot, hajvan. Fan shprehje. Gjithë duke mund taj. E ne i shkruj, harison, do dalë para njerëzve, rizil do shtë mbësh, po të kuptoj më falë, kërkon falje. Au sa majri. Sistemin e robnis në e solën. Nuk ta prejsh as njerë. Me njerë, të lutem, më falë. Që kjo ka thonë? Hizmeqare ke banë. Bush mani qaj. Vejnë. Kraun ka ishtë. E në një. Në regull. E kam fjallën. Ata se i besojmë në ahiretit, nuk do të thotë se duhet koket kitë tilan. Kemal Efendia Hoxhem ka një intervist në YouTube. TRT-ja e Turkisë e ka bo. Thot, muslimani thot, duhet të pajiset me armën e dyshmanit. Ato lexuan shkon në hanë. Metaforikisht ato, nuk do të thotë se arritje e madhe që është hanë. Ama shifar teknologjie ka. Po në tej, me ibadet, me zbulo e tej një, më ja qojmë paret atyne, të ja qojmë këtyne. Ne meremi halame, me vlut. Jasin. Hoxha besim, nuk jom hoq, unë hoxhem. Unë s'jom hoq, se kom këndau, as njerë me vlut. S'jom unë e hoq. Në kabim njeri ki njarë në gjojnë i ders. S'qen kam unë e hoq. Vërtet. Sot nëse nuk dish një dit dova përmin që ti bësh, nuk i e hoq. E tash, pun shpirti o ajo, në atë moment ndryshe dush të bësh dua, ta korrigjon 100 herë. Ma pa unë në Istanbul ndryshe e kom pa nuk kebe meshep kjo, nuk ke meshep Hanefi, ndodha me një, në gjenazet familjes. Tash tekbiret mas kullu vallajt, felekit e në nasit. Të ne vetëm Allahu Ekber, Bismillahirrahmanirrahim, Qul rabbil falaq, min sharri ma halaq, ma pa kur e sosim, Allahu Ekber, Bismillahirrahmanirrahim, Qul rabbin nas. Nuk ina në namaz, më korrigjon për mbas. Hoxha, se ajo hoxh, a i din, që fajnin din të mbështele majë, pa mbukin din të vene majë. Ama ders nuk e në gju as njerë për ati. Ama jo hoxh, të i gjimundohesh këshu, një qahi, talaki, gjeja me i parashtu ndo pytje. Vakumi. Gjisfolëm gje.
mo qeshni be veç këto qeshin, diktohet se këto ishin. U diktaun. 1, 2, 3. Vakumi ka qishit meselesh në islam. Ujtë im, dër uj, mbaj uj, ku e di. Ja, o nuk i e hoq. Mirë, ne me këtë të mbarojmë, inshallah se. Dhe thot, aman u çudita, thot. Ato nga ahireti nuk din kur gjë. Pikërisht, pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, gjezze e neharahu thalathet e dza. Ditën e ndante në 3 pjesë, 1 pjesë për Allahun, 1 pjesë për familjen, 1 pjesë për veten e tij. Molla Ali el-Qari thot, pjesën për Allah nuk e kemi për qëllim namazet fas, o loçka i hodës. O loçka i Molla el-Qarit, kur e lexova unë e thash, nëse vjen 1 pjesë, ma i falim 5 vakat. Nuk e ka aparat nga sabahi deri namaz të drekës i mbyllur. Sën kontaktosh me pejgamberin e Islam. Është mbyllur në xhami ose në dhomën e vete, dhikr me Allahun Teala. Li me Allahi vaktun la yuqarribuni melekun muqarrab, sot pejgamber. Unë kom me Allahun Teala do momente ku se në mafruat asni me lajqe. Çfarë dhikri i bon Allahu Teala xhella xhella. Çfarë afërsie me Allah. Në ato orë nuk dhe ngucish, se duhet njerë me Allahun Teala. Jashta farzeve flasim. Drek i qindi, 1 orë e gjys në konvenon, me familjen. Urno, çka duhet? Pazar, speca, gjath, buk, që. A i bona, a erthi qindia, haj për të merë. Deri në aksham, li nefsihi për veten e ti. A dë haje diçka. A, ndëni ilaç, ndëni sen. Po për veti. Po thot, thume, qas njeri bujar që ishte, këtë pjesën që e ka nda për veti, deri në aksham, atë ndante gjysmën për veti, gjysmën për xhamatin. Së në mbante kitë për veti. Themi 3 orë tjetë ajo, së në rejtë 3 orë t'i bëjë hizmet vetes. Drejt dilte në xhami. Urno, qka ke ti? Qfar njeri, subhanallah. Shumë të për afert i kam pas ndarjet e ditve të hoxëllarëve të mi. Qështu kanë qenë. Një natë, ndroj plani, komunikacioni, do vind të për një qyteti qetër, në 2:30 natës erdi në shtëpi, e prunë me vetur. Namaz sabaj, do jese me taljebet. Nesër s'ka derë se duhet pushoj. Ama me 2 orë e gjysë gjumje hoxha efendi, s'ka lidhje. Shej, dë sakrifikoj nga haki për viti gjimtakon, nuk nga haki xhamatit. Neve që këtu o xhamat, që këto me i bo mirë, që këto e sape, as me odbora do kemi problem, as me myftini do kemi problem, as me xhamatlis do kemi problem. Del një punë private, duhet këtë gjallin të qysh në spital, duhet të qysh spital, e ma po hargjo pi vaktit tanë beloq, pse qysh spital, pi vaktit punës. Nuk bon ashtu, në të i bonin punën tënde. Del një punë private për veten tënde. Hargjoje nga vakti që e këndajt për veti, në nga vakti i punës. Bone atë punë ditën e diell kur si e punë, mo e bone atë ditën e hanë. Atër di është njëri korekt. Allah gjithve në dhash këtë korektësi. Ama puna e parit në shkon dërmen, dhejt zabushitme. Dhejt hikim pi pune. Dhejt hikim. E kalzon të gurbeqari, një vlla i dashur, thotë, hoxha, men dzej se abonëm gazdës. Gjerman, ku dinaj për ahiret? A i din veç dynja, maqina, motora. Ja bonëm menden të në ndaje ka një vakët veç farzet t'i fali, me një zyrë të vogël. Muslimani e ke që përdor, ja pranë jenë këta o Gjermanit, e msheli atë zyrë, tha, s'ka ju e njerë të fali namaz. Move, po thot ti, qof se e bëjsh si që duhet, ki shkon për një cigare, si i thujnë atë e mban brenda, gjion ato me tit me kartica më brenda. Edhin, shkoj të falna, nuk falet. Ose falet me gjithë synete, me gjithë të spajmi. Vend punës, farzin e në këthe. A kur është në shëtitje ose muhabet me shoqni, veç atëre fal farzin. Kështu e bante pejgamberi a.s. Pastaj, i ndihmonte me njerëzit më të afërm, special, shok, më të afër, më të dalluar që i ka pas, me ato i ndihmonte njerëzve më të gjërë që nuk i ka pas në rrethin e tij. Am, i thënë këne, avam, njerëzve të zakont, të rëndomt. Dhe thoshte, e bligu hajete men lajseti u i blaghi. Do me thënë, qënja në vend, ma sjellni mua nevojën edhe një personi që s'ka kontakte me mu. Nuk mund të vije,
të mi tregoje halet mua, ju shkojni, interesoni dhe të mi sjellni mua halet. Sepse, kush ma sjell mua një hal të një muslimani dhe ne me lene Allahut, ja largojmë atë, amenehu Allahu yawmal faz'il akbar, Allahu Teala do ta siguroje, do ta ruaje atë ditën ku do jetë panika dhe frika më e madhe. Ka thënë pejgamberi alayhis salatu wassalam, el khalqu kulluhum iyalullah. Halkit, njerëzit, të gjithë janë, thojzatash, familja e Allahut. Gjallë, nip, mbesa, mund të ketë Allahu? Jo asnjëherë hasha. Metaforikisht, do të thënë janë rob të Allahut. E robi pse është i afërm, diçka e vlefshme si familje. Do të thënë, tepse e dush hoxhën shumë, te djarrushen e gjalin inshallah taala, nesër që do shoqënien e Ali se e bëjnë. Ma shumë se unë ndoshta miren me gjalin tem. Allahu i shpërbleft. E tash, këtë rob të Allahut janë çështu. E thot pejgamberi alayhis salam, "Wa yahabbukum ila Allah", më i dashuri i juve, i muslimanëve te Allahu Teala, është ai që është më i dobishëm për thojza familjen e Allahut Teala. Do të thënë për gjithë njerëzit. Më i dashuri te Allahu është njeri që është më i dobishëm për rob të Allahut xhelle xhelalu. Vërtet edhe te ne është. Kur e shohësh se gjalit tënd, vajzës tënd, i sos një punë një njeri, ty në zemër. Një doktor për shembull, ta shëron gjalin, çka do të thotë bo xhema? Po ne duhet atij t'ja dim, po ja paguajsh, po prap duhet t'ja dim për nder. Shqyra Allahu te ka zgjedh çat drejtim, bëhet sebeb ma shëroj gjallin. Prap Allahu Teala e krijon, ama ai bëhet sebeb. Mirë. Haseni radiallahu anhu thot, pejgamberi alayhis salatu wassalam, la ya'khudhu ahadan bi qarfi ahadin, asnjënin nuk e ndëshkonte apo nuk e qortonte me haberin apo me lajmin e dikujt tjetër, apo me gabimin e dikujt tjetër. Wala yusaddiqu ahadan ala ahadin, dhe asnjëherë nuk i jepte të drejt këtij kur fliste për dikë tjetër keq. Pejgamber, ai është njeri më i drejtë. Tash ka gabu filani. Ma para si e bëshin hoxhallarët, tej se tha e dersin merr, hajde kit. Durët në shkop. Këtë ta shpejt ma treguj një zotri. Të në vakët neve naftofshin hoxhallarët për dini, për xhamia. Filani nuk e ka mësu dersin, kit qytek. Në shtri si ka qenë, filani së në la pushkën merr, i zdroj pushkët tjera, kit qytek, kit dënim. Nuk ka ashtu në fene Allahut. Ai që e ka buat gabimin, ai dëndëshkohet. Nuk rini urt, qonin kam, kitë klasën në shpulla. E kena përjetu ato? Plot, të halas ka dalë gjumi, rejsh urt në klasë, i hash një dy shpulla. Pse? A gje ka bodë një problemë. Gjikon faj une. Gjunafi vonë në klasë, vejte 3 mujtë një herë, kur tim teket, vejte. Normal, pasanik, s'ka nevoje. Thënë, a ish për këtune tipave që profesori, arsimtari, që merë 400 euro rok, ti tregoje ati që ditën e kishte 400 euro. Më kupton? Kjo sistem është që kjo faktikisht. E në të bon obligative, gjunafi hini vonë, s'kish haber, i hangër një dikrusht api. Në tha, gjubo, lirë se gjubo. Ati qetrit, ja që ti ka ishin. Ati qetrit i hini shpulla. Pse? Do kush tjetër ka bodë një problem. Në me thanë, pejgamberi alayhis salatu wassalam nuk e ndëshkonte dikë, shkaku i gabimit të tjetrit, apo edhe kur ankohesh të dëkushi për filanin, me njerë nuk i besonte. Edhe këto gabime neve i bëjmë. Kojshia ankohet, gjallë jot ka bë probleme. Dritë s'ket në shpullë, në grushta, psebe, prit, fundi, e kojshia nesër, sot e kje nesër, gjallë jot, ota i vllai jot, ma jafërm jot, nxansi jot, ankohet dhe një. Deri që këtu në kanar, gjema. Deri që këtu në kanar që këto muhabet. Ka prek, ka bëhat, po gjithë ti bëjbe fmi, 7 vjeçar, ata refi, po ka mund tjetë gjallë jot, bëllëç. Gjallë jot ka mund tjetë, vajzë jot e ka mund tjetë. Ja, duhet jemi të drejtë, si dhe ishin djerë për fëmijët tonë, qashtu edhe për fëmijët e tjerëve. Ndodhin këto shpesh. Shpiun leket i kemi ne që filani ma voth lapsin, ma boni. Metoda ma e mirë është, hiç mos e përfil. Ani, dhe ndreqim, edhe qashtu kalon. Imam Shafiu ka thonë, kur vjen dëkushi, edhe ankohet për filanin, me njerë mos gjyko. Duhet mirë me i hulumtu rrethanat. Për ndrejshe, harroje ti jesh njeri i drejtë. Tamam. Një njeri që vendos dhe vepron me njëherë, hiç pa i përtyp gjanat. Fesat e kje fundi.
Tash ti bën hesab me raportet e shtëpisë tënde. Te nuk je hoç, nuk je punë me 150 talebe. Atë unë dhe e mendoj, këtë dhe implikoj të talebet, të implikoj të vllajot, të grujot, gruja vllajt, gjali, nosja vllajt, vjera, tamam. Mo I besojmë shumë e shumë fjalëve që na përcillen. Hazreti Aliu radiallahu anhu tregon nga pejgamberi alayhi salatu vesselam se ka thënë, dhe me këtë e mbarojmë. Thot, nuk më ka kaluar për brenda të bëj diçka të keqe që nga koha e xahiljetit, përveç 2 rasteve. Dhe në secilën prej këtyre 2 rasteve, Allahu Teala e shtiu një perde, do me thënë një pengesë mes meje dhe asaj pune të keqe që sikur për brenda pak më shkoj me e bo. Këtë kur ka qenë I ri, jo pejgamber, mas pejgamberlekit, nuk funksionon më ajo punë. Ti shkoj diçka e keqe ndërmend. Sipas ehli sunnetit, pejgamberët, e në mbas pejgamberlekit, e në para pejgamberlekit gjunafe s'kajnë. Ama para pejgamberlekit, a ka mund t'i shkoj diçka e keqe vetëm ndërmend? Po. Ama prapsën e ka bo. Që pejgamberi që këtë e tregon. Si Allahu tash e boni një penges mes meje dhe që këti gjunafi. Çfarë gjunafi? Për ditën e që hasim që ato gjunafi. Më thojza nëse I themi gjunaf. Pastaj thot, mas ju bona pejgamber, më fal. Asë njerë nuk më shkojnë dërment me e bo. Thot, ninat, pejgamberi e tregon këtë. Dhe njerë e shofen e gjemative u vejnë interesant, hoxha kur kalzon do ngjarje për të kaluarës së vete. Nuk o mirë shumë e shumë, ama nëse dalin mësime të mira, pse jo? Në me shofi, kënë qif, haj hoxha fol, sidomos kur jemi në udhtim të kund. E në hoxha mapa, hele nëse nuk kesos medrese, nëse kesos dhe një shkollë tjetër, shumë muhabete të ndryshme dalin. Ninat I thash një gjalit të ri që I kullote dhente vetë, do me thanë, bagëtin e vetë bashkë me mua. Do me thanë, ishim jashta Mekës, me një fush, I mbajshim dhent. U bo natë, dhe I thash, atë mi mbajsh që këto dele pak, ti mbikëqyrish ti, të shkoj, të hy në Mekë, dhe ta kaluj natën, ashtu se kalujnë të rinë të, po, të ri pak natën, ma vonë, atë që e bëjmë neve, në tash ndoshta. Për pejgamberin a.s. tash moti, gjumi, mas jatësaj në gjumë. Ama ulemat kanë thonë, për derse mund të përdorim. Për lezim të Kuranit mund të përdorim. E thot, dola dhe u afrova në shtëpinë e parë të Mekës. Do me thënë, tash dola nga vendi ku I kullot që hajvan, afrohem për në qytet tash. Dhe nga shtëpia e parë e Mekës, dëgjojnë do tinguj me daulla, me dahire, të rejta I kanë qif këto. Well, me zamir, si fyëll hesapi si curle, tamam? Atëherë a ka pas. Një njeri që thot, zhilet a ka pas, normalin e fyëllin s'de e besoje. Në atë s'kemi pun. Pse? Li ursi ba'dihim në shtëpi kishte darsën. Tash nuk duhet t'ja afrohesh shtëpis, tash pinë muhallën qetër në gjohet, tak, në gjohet njën të kata undi qetër. Shif, këtë të rritë që I kanë bo ato gabime, 1400 vjetë kanë kalu, hala sot e kësa edite në vend interesant. E ne, të folim edhe në gjohemi, mes që e në gjyna, mes në ardhë në bare pi gjematit. Kisha hije në une pak, ama që. Interesant, du me thanë, natyrën e njerit janë këto. Ka lëvizje, darsën. Bare shqyqyr, ka gzim lumë të ri. Ama jo t'i kalojmë kufit e sheriatit. Me që u përmend kjo, thonë dahiret pa ato zile mund të përdore në shtëpi ku ka darsëm, mund të këndohen do poezit bukra të mira, ama prap gra, veç, bura, veç. Ne veç në gjenaze e bëjmë këtë. Në darsë mas në më teket. Fe gjelestu e ndhuru, u ula dhe fillova t'i shikoj. Fe duribe ala udhoni, fe nim tu. Mushti një perde, më erdhë një përgjumje, do më thënë një kotje, dhe më zuri gjumi, nuk më bo nasip të rej qatë gjuna, vetëm ta shof, o jo ti e mbrenda hoxha. Maja stal, lodrat, dange. A nuk o ashtu? Allahu ta'ala në udhëzov gjithve. Allahu në udhëzov gjithve. Si di thomën e tashtin e gjemve të ri. Moni me lodrat, jene ne shqiptarët. Hoxha, barem lodrat I kam. Nuk veç lodra e në do gjëja tjera. Në qifteria, po.
E këtë e tregojnë si kur ajnë halal është. Hoxha nuk e bëjmë me banket, ama që të lijat e më thajrën ma pa mu, si do ma pjesë. Njoni na boni një surpriz, hika. A o gjunaf i math? A be tash, kemi shumë gjunafet mëzaja, më vende publike s'mund të bëje hoxha gjunaf. Shif, vende publike kur e bëjsh, ndron hesapi. A jemi të qarë gjema. Në vende publike kur e bëjsh, një gjaliri kur e shef se hoxha merë pjesë këtu, në sytë ati gjallit reja jo pun bëhet halal. Së një asë qarojsh ma pëse në hoxha ka nefs mund të mashtrohet. Si dhe kush i mashtrohet ndoshta e ofendon gruan, a i qetëri ndoshta e ofendon nanën, ky qetëri ndoshta zjet me kujshiun, ama ato bojnë rrethet të vogla, ki kur e bon mes 500 vetave, duket shumë ma keq. Tamam. Mëzuri gjomi, thot pejgamberi a.s. dhe u zgjova të nesërimit më me rrezet e diellit. Po sabahin, s'ka qenë pejgamberve gjaliri. Tamam. Dhe u ktheva te kafshët e mia, pa bo asgjë. S'mora vesh kur gjë. Një herë bile, dhe kisha uzhif, dhe isha knaq, edhe atë nuk ma bo një nasip, Allahu Teala. Pastaj më erdhi edhe një herë që kjo ndjen, gjova një zhuëm për një shpirë qëtër, prap ndodhi e njeta, dhe mapa edhe njerë, mo as nuk më shkoj në dërmen të bëj diçka të keqe. Tash neve nuk jemi pejgamber. Kësaj deregje si thujnë deregje e masumit. Ismet kanë pejgamberët. Allahu Teala të rumë. Mundet edhe ty të ruje, ama nuk është, në me thënë, obligim një njeri mos boj as njerë gjunafe. Mund të ruje edhe ty. Do njerë nga ka ndodhe në neve, nëjse është ndoshta gjunat bësh, prej shetraba. Nëjse është gjunat bësh, shkojnë strujat në shpej. Ska bateri, ku e di laptopi. Allah i të runë, o gjaliri, kuptoje këtë mesazh. Shkoni, thot, ku ishi sa më lishosh internet. Ha? Internet kafe shkone, stakfirullah, muhim shenë kujtimet e vjetra. Do me thanë, edhe ty mund të troje Allah me qëksi sebepe. Asa i thujnë mahfudh, të ka rujtë Allah. Masum është e pejgamberve. S'ka shanca të bëjë gjuna. Te ki e shanca. Shkon prap në dërmend, se s'mbushesh me mend. Pejgamberi e kuptoj. Për zdyti, kur më dodhi e njeta, thash, tamam, u kuptum. U kuptum, kur s'kam qenë hala pejgamber. Masi ka qenë pejgamber, zate nuk i ka shku në dërmend ajo e keqja. Prandaj të bëjmë teube për gjunafet. Ha se nuk i na bërë rezil deri sot, nuk do thot se një dit nuk do bëjnë rezil. Vlojnë pyetjet të hoxhallarët. Ana e grave. E zuna burin tem, ku e di gjej të u bo me telefon. Cili përgjigjesh? Rezilat në YouTube e parashtrojnë këtë pyetje. Bëhen motivim për gjem të ri, për beqarët, apo të posa martuarit. Të rënë mbare me u folë, o gjemat. Kjo rizilajk i madh, kjo nuk e meriton edhe të përgjigjesh. Allahu Teala i shpëtoft, s'di çka thon. Shef pe këtu, ku qel tema, do me thënë, pas ka problem shoshnia jonë me këto. Pas ka problem shoshnia jonë me këto. Allah ja Rabi na i rujment. Ja Rabi na bëj ta qetësojmë nefsin, epshin ton vetëm me halalin, ja Rabi. Amin. Me këtë e mbarojmë desin, xhamat. E te prova pak, bëjnë një sa u bo, ama çashtu është, kur je i lirë këtu, mezhlisi mirë, kur i rujmë ato terbijet në fillim që i përmenda, të mezhlisit, hatri Allahut dhe i pejgamberit a.s. hatri i qitapeve, mirë hec kjo, e në inshallah do ndikoje më shumë. Ai që së në merë pjesë tu, pa qëtër ta ngjojë dersin në internet, mos i hikin këto sqarimet bukra. Këto shifaja, këto shërime, mos i hikin. Edhe mos e përdorim këtë ders për ta nguzdi, shef hoxha për ta je ka, no, për kit neve kim. Njerë për viti e kom, pa për gjematin, pa për kit muslimant e botës. Wa akhiru da'wana, enilhamdulillahi rabbil alamin, el Fatiha.